Vdekja tragjike gjatë drekës së Krishtlindjeve, 47 vjeçari mbytet duke ngrënë panetone. Një ngjarje e rëndë ka tronditur qytetin Settimo Torinese në provincën e Torinos, ku një burr 47 vjeç humbi jetën në mënyrë tragjike pak para drekës së Krishtlindjeve pasi u mbyt me një kafshat ushqim. Viktima Giovanni Lopez ndodhej në shtëpinë e prindërve të tij në lagjen Borgo Nuovo, ku ishte mbledhur me familjen për të festuar Krishtlindjet. Gjatë vaktit ai po konsumonte një fet panetone, kur një kafshat ju bllokua në rrugët e frymarrjes. Sipas hetimeve paraprake, ai u mbyt nga një copë panetone. Familjarët reaguan menjëherë duke telefonuar numrin e urgjencës 112 dhe u përpoqën ta ndihmonin deri në mbërritjen e shërbimeve mjekësore. Ambulanca e shërbimit 118 mbërriti brenda pak minutash, por ekipet e emergjencës nuk arritën të rikthenin jetë dhe vetëm konstatuan vdekjen e tij. Në vendngjarje mbritën edhe karabinierët e Settimo Torinese, si dhe mjeku ligjor i autoritetit shëndetësor, të cilët kryen verifikimet e nevojshme. Autoritetet konfirmuan se shkaku i vdekjes ishte mbytje aksidentale. Ngjarja ka tronditur familjarët dhe komunitetin lokal, duke kthyer një moment feste në një tragjedi të rëndë.